Apo na vrasin rrjetet sociale neve si njerëz? Qikat duan gjithçysh me ndërtu veten njëherë me edukatën. Dielën du, je nanë e mirë? Çka do që bën mirë, një ditë ka me të kthy dy fish ma mirë. Veç e di që nëse kish mujt me më pa ajsat, ish kon shumë krenar. Çka është mos kesh, mos përkraje një? Se njëherë nëse nuk i respekt për partnerin ton, nuk ka vlerë. Fillimi nga zero nuk është humbje, është mundësi për të ndërtuar diçka që është plotësisht e jotja. Përmbrava të gjithë shikuesve, fillova me këtë thënie për shkak se pikërisht e kam një sipërmarrëse. Një mikesh time ka vite që e njoh, jam si në shtëpi, ca në fakt këtu. Afër meje, faleminderit që pranove mas pari Benek Osmani. Faleminderit për ftesën. Përndryshe të njohin Valone Fashion Group. Ky është showroom i më i madh, nëse s'gaboj në rajon apo edhe Shpresoj. Shpresoj që kena mujt me bo emër deri tash edhe që na njohin pak a shumë. Benek, po du me të fillu krejt për fillimi. Kur ka qenë Beneki në fillimet e saj si e re? Beneki e re. Nëse, unë jam lind në Berlin, në Gjermani. Gjyshi jem, atëherë ka shku, dhe me thonë, në Gjermani për me punu. Kam jetë atje, mami jem ka lind atje, unë e gjenerata e tretë. Edhe Beneki e re u konë një qikë shumë e mirë, e urtë. Kom mësu shumë, e kom kry shkollën në Gjermani. Maturën e kom kry atje, masani na ka ardhur mundësia me ardhur në Kosovë me jetu. E kemi vendos krejt familjarisht bashkë. Edhe kur kemi ardhur në Kosovë, unë gjuhën e Shqipës nuk e kom ditë shumë mirë, edhe kom këqyrë ku muj me apliku për fakultet. Edhe u koni vetëm një mundësi American University of Kosovo. Edhe që aty kom apliku, e kom kry studimet këto në Prishtinë për bachelor. Masani për master jam shku në Zvicër. Edhe familjen e kom transferu në Zvicër në Basel, jam për moment. Prap jam kësi në Kosovë unë, sepse kom dash me jetu gjithmonë në Kosovë, edhe bashkëshorti jem, Valoni, gjithë ka thonë që s'mundet me paramenu vete me jetu jashtë, kështu që u kone vendos që Beneki ka marrë në Kosovë me jetu. Benek, kur ke arë për Gjermanisë, në fakt, ke pas malë ndërshta për vendin që ato i rriti, i lindë, për Gjermani, për shoqënin, për njerëzit? Për shoqëni, po, ama për vendin ju. Unë definitivisht e kam mbyll kapitullin e Gjermanisë që atëherë, edhe nuk më ka tërhek heq ma me shku, normal vizitoj, po pasko e kam gjyshen, atje tezën, ama shumë rallë, ma shumë ata vinë këto në Kosovë, knaqemi ma shumë. Jam shumë falenderuese për edukatën, për gjithë shka që ka mujt me mësu atje në Gjermani, po me shku atje ma me jetu s'muj me paramenu, normal e ka pas atë vështirësinë e vetë, që ajo periudha, deri sa jam ambientu këto, deri sa e kam kriju shoqëninë e re, ama nuk e kam pas problem. Nështë që e kam fillu një kapitull të ri tjetës, adem studimet, fakultet, pastaj Valoni më kanë ndihmu shumë. Sa ka qenë e vështirë kjo periudha kur ke arë këto me mësu gjuhën, për shkak se gjuha shqipe është më e vështira. Ajo kjo është aseni më vështirë për mu, mas sfida më e madhe, sepse njeri pa gjuhë, diqysh gjithë Ausländer në Gjermani, ktheheshte në vendin tonë prap shqyrin emrin Benek, nuk i ke emrin Shqip, s'din me fol asnjë fjalë Shqip, çka jeti veç çështo ma kanë bërë në fakultet, mësani do isha me mësu, atje tu fol anglisht ton kohën, kur folsha ai fjalë Shqip veç keshin. Edhe, do më thonë, gjatë fakultetit nuk më ka ra me fol me njerëz heq, se veç anglisht në fakultet, edhe në pauzë. E masanej, kur jam këthy prej Zvicrës, atëherë në 2014, tu fol këto në Prishtinë me punëtor, tu lexu në shtëpi vetë, se më ka ardhur fortinati, thësha që tashmë ka ardhur koha me mësu gjuhën tamam, edhe kom lexu sa më shumë edhe kom mësu. E përmen edhe që ka pas inatin, atë kuptim për shkak, a ka qenë e vështirë për ty, se ke i bjen edhe një farë pjesë si me të bollizu kur nuk e din gjuhën. A ke pas, nështë kur je shku në shtëpi, i ke thonë vetit, pse kështu unë, pse...
Po, normale, e kom akuzu edhe pak prind, e kom thonë babit, thash ti ki kry edhe shkollën, fakultetin, në gjuhën Shqipe, pse s'na ki mësu asë një fjalë, po tha gjithë u kom fokusje, ju gjermanishtën me mësu perfekt, edhe mos me pas probleme në shkollë, për qatë arsye, normal, u kom fokusi gjithmonë me mësu gjermanisht njëherë, pastaj, po, gjatë fakultetit u konë normal edhe vështirë për mu, se ka pas për shembull profesor që lexojshë Mr. Benek Silik, edhe në emrin bi emrin, edhe masani kur e kom zgatorën, femën koke, ju s'pas ke emrin heq. Po, thash, atë mundemi me pas emrat e ndryshme. Po, e kom vendosë qatë herë që kur e bëj unë e fëmi, qikat e mia kanë me pas emrat me anë fund edhe ta manë shqip. Sa i përket gjuhës, duke folë pak perfekt, që është të mboj menë para 6 viteve, me sot, si nata me ditë. Po. Benek, i përmene prind. Çka e më prind për ty? Gjithë shka. Kur flasim të puna e prindve, çka të kanë mësu babaj dhe nëna? Është gjithmonë që kjo pjesa kur më prek në tel. Sepse nuk e kom këto. Normal, na folim çdo ditë edhe çdo 2 muaj unë gati shkoj atje, ata vinë, po ndryshe është me pas këto një derë, për shembull, më fal. Jo, të kërkoj falje se... Jo, s'ka që përgatiton për... Menova që kena me folë veç për punë. Jo, prind për mu, ose mu më kanë mësu shumë sena. Normal, edukatën që e ka marrë, edukatën e shtëpisë, njëherë e ka marrë prej nënës, babës. Qysh mu sill me njerëz, qysh me prit njerëz, me respektu njerëz që janë më të mëdhej, me respektu njerëz me pozitat më të mëdhej, çto senet bazike. Pastaj me jep dashni, me menu pozitiv, mos me menu keq, mos me bo kërkujt keq. Adin gjithë, po munona me majt çto senet, për shembull, princip çka do që boj, edhe njerëz me mbo diçka keq, s'kom qef me këthy kërkujt keq, adin kom qef me majtat pasërtin edhe pozitivitetin tem. Edhe normal mami e babi më kanë mësu që duhet me punu për çka do që do me arrit një jetë, edhe më kanë suportu gjithmonë. Edhe kanë investu shumë në fakultetin tem edhe në jetën e ardhshme, do me thonë për fëmijën e vetë. Prindët e mi janë shumë suportu, s'di, do me thonë normal çdo prind po munohet për fëmijën e vetë, po shoh edhe të vllau jam edhe të ona, po munohen hala, edhe po thëmë ka orë koha tash ju me pushu pak, edhe na dumi me këthy juve, edhe pse është vështirë se jeta u bo shumë dinamike, po normal. Benek është, po ndalë edhe një pyetje të prind për ata që si kanë realisht edhe për ata që i kanë, është vështirë të jetësh pa ta larg me kilometra, të mos i kesh në fakt afër. Po, shtirë se ka momente, për shembull, kur një përqafim nanës ose diçka që të thënë, ose në jetën përditshme, se kom vetë 3 fëmijë tash, edhe normal kom nevojë për ndihmë vazhdimisht, këtu në Prishtinë jam krejt vetë, se kom kërkon, e që ata ndryshe është me pas afër, me pas një derë ku mundet njeri me shku, mjafton një përqafim, një kafe, një mëngjes me hongër ose mas punës, po shnash qështu është e shkru me tash, adin shoqër që janë gjallë mundu me folë me kamerë dhe mundu me shku kur dajmë ata vinë, këto shkojmë pushime bashkë, adin po munona sa ma shpesh me ndako edhe për ta, edhe pse prap po njëna fajtore që nuk mjafton, adin nuk po muj me mri. E ke mendu në njëherë pa ta? Kur ikun prej kësaj bote, ke mendu vetëm? Është diçka që s'po muj me paramenu, për moment. Është normal, është jeta, adin krejt duhemi me ballafaqu najdit me që të sen, më dhime njerës që s'kam prind, po normal. Çka i kështë thonë babajt në këto moment? Veç e di që nuk muj me këthy as 20% të me qamë kam. Në fakt, unë e di që janë krenuar për pjesën tonë, për shkak se pjesën më kryesore të kanë mësu. Ajo është
ta kesh një shpirt të pastër, pa inati, pa xhelozina, këto e ke edhe ti. E di për shkak se ka 6 vite që të një. Po dal jashtë kësaj Benek, përmend edhe vllau, nuk e fol kur për vllaun. Vllau, çu shiki raportet me vllaun? Mirë shumë, edhe me të folim çdo ditë gati. Është karakter tjetër, është krejt ndryshe prej meje, është ma i qetë. Nisë, unë tash jam në Kosovë jam bo pak më gjallë, se edhe unë jam kon pak më qetë, po duhet këto, duhet se këto jeta pak më ndryshe. Ai është shumë më i qetë, jeton jetën e vet, ka qef më fokusu veç në familjen e vet, në domethënë çikën që ka bashkëshortën, mirët me prindët e mi, dalin takohen, po është në përgjithësi më qetë, po është shumë punëtor edhe ai, shumë njeri mirë me një zemër shumë të madh. Nuk dëshoj, familjarisht këtë pjesë nuk e dëshoj, i një edhe prindët tu. Benek, si fillove me punën e? Po, businesswoman, do më thëmë biznesin tu oseq, bashkë me Valonin. Qysh ka ardhur puna, muj me të spjegu, do më thënë, unë masterin e kom kry për European Studies, gjithë shka lidhun me Bashkimin Evropian. Gjithë kom pas andër me ardhë në Kosovë me jetu edhe me punu në drejtim për me afru Kosovën në Bashkimin Evropian. Do me thënë qka do që ka me bo, që kom pa gjithmonë që Kosova ka potenciale dhe pse veç një Kosovë me nda, kur gati krejt Ballkani u bo, do me thënë u bonën kandidate, Kroaci ka hi, po menoj që Kosova në është shumë ma zhvillume në vend, në rajon, se sa tjerë, po normal, tash politika ato sanet e ka të vetën, dhe nise, kom kry fakultetin, jom këthy, kom apliku për punë, kushtet që mi kanë ofru, kanë pak pa përshtatshme tu marrë parasysh që kom pas mirën atëherë, qikën e madhe. Dhe ajo ka pas 6 muj, edhe ditët e pushimit kanë shumë të caktume, edhe Valoni tha, ti përdin ka tërgju me fol, pëse s'po bashkan gjitesh në biznes të one, atëherë kanë punu vetëm, kryesisht kanë importu fustanat, komplete, materialet, edhe i kanë shit këto. Do më thëmë prej Turqis, prej Dubai, prej gjithka. Edhe tonight me punëtor, do më thënë, unë jam kon ajo që e ka qirë faqen në Instagram, në Facebook, kom thonë, do një urgent me niz me bo reklam, edhe kom organizu edhe atëherë photoshootinga, edhe gjithë kom pas marak për fashion, edhe mu vish, mu ndrejsh, mu regullu, vetë, edhe me pa procesin e punës. Edhe atëherë, kër i kemi pas lokalin, ose ka hala po Istanbul Dantel me materialet, ato punëtorët kënë shumica studentët e fashion designit. Edhe veç të nejtë, thashim që të copa që po mesin ka 1 metër e gjysë, pëse s'po fillojna me bo fustanat me këto, se gjuna me gjujt, edhe po shoh që ka kërkes për senet ma unike, se këto fustanat e gatshme ma janë bo boz, gjithë ka njëjtë. Edhe e bletëm një maqin, e provum me 2-3 veta, që ato fustanat që i kena bo vetë, janë shqip me njëherë. Masani, ka dalë dole, do më thëmë 2014 po kalzoj, kemi rritë punëtorin, kemi njës taman me 5 veta, atëherë kemi pas një bashkëpunim me një dizajner PS, a i ka ardhë, një herë një javë, 2 herë një javë, ka bo skicat, e kemi shtim proces, ato janë shqip, që ato fustanat se njerëz ma kam pas qef për senet unike ma wow. Kemi marrë pjesë në për fashion shows, sfiladat, po, në rajon mas shumë të këto, njëherë me bo emër në Kosovë, Shkup kena shku në Montenegro, në Malizi, dhe pastaj jo photoshootinga që kemi bo jashtë vendit, kemi shku në Dubai, kemi shku në Paris, adin me rritë vlerën e brandit. Bene, ka qenë e vështirë gjithë kjo, për shkak se ke fillu me, të mos të ka shku as mendja me fillu këtë pjesë. Jo. Ka qenë e vështirë? Shumë vështirë kena pas. Sidomos na, që jemi Prizrenit, që ardhëm këto, u vendosëm këto në Prishtinë, me qelë ose me bo një brand, me ndërtu një brand, u konë shumë vështirë, sidomos në qatë kohë, të ishin kush janë këta që kanë ardhur prej Prizrenit, që po dojnë me bo punë këto, edhe po si jena dorëzu, nuk kena pas shumë për krahje edhe atëherë, mirë është me të cekë, edhe po Valoni ka pas qef gjithë mu bo brand botrore. Kur jam njoftu me Valonin në 2006, veç e ka pas emrin Mbaj Valonin Messenger, të më thonë këtë mi full atë, edhe qatë emër kam i të dhe asu diskutu, mua që ndrohet ose diçka, mu s'm ka pengu, më ka pëlqy gjithë si emër se është shumë international,
dhe në ndërkombëtar me W për para, E në fund, edhe kemi punu gjithë në qatë drejtim, veç me bo brandin, do me thëmë, botror. Ka pas momente që kam pas me të bot dëm, i një njerëzit, për shembull, dizajnerat ndryshme, ose i një edhe i ke pa, ke dalë, ke pikave me ta, edhe e din që kanë pas bryla kundër teje, kundër Valone Fashion Group. Nashta ka pas, sigurisht ka pas, po nuk, apo më beson që nuk jam ballafaqu kur me këtë pjesë, normal. Hala po ndodh që pe thirrin punëtor tona, pe japin, po ofrojnë kushtet më të mira, hajdeni. Po unë gjithë po them, kush menon me nejt afatgjat, edhe kush menon me avancu vetën në firmën tonë, letrim. A kush e këshyr veç me përfitu kohë shkurt, a den 1 muj, 2 muj, le të ndrëm vendet edhe në rregull, është it's okay. Unë jam një person që gjithë menoj afatgjat, edhe normal po menoj që edhe një punëtor duhet me vlerësu, për shembull rahatin që ka në një vend, edhe që të rahati besoj që na pe ofrojmë, se nuk jemi njerëz që e bëjmë kështu shumë presion edhe hajde, që kaq fustana dush me qitë, që kaq dush, edhe me marrë porosia jo, po ka dale, gradualisht, shkon tu mësu edhe tu rrit performancën, po besëm që nuk po mirë na heq me konkurencën. Unë veç jam fokusu në punën tonë, në brandin tonë, në familjen tem, që kaq. Çka është e përmene mos përkraje? Çka është mos kesh mos përkraje një? Po tash normal, Valoni është një djalë. Edhe kur ka thonë në shtëpi për shembull, unë po du me dalë për shtëpisë, po du me qelë një biznes ose një lokal në Prishtinë, normal me drejt, baba vet ka thonë se apo të mungon diçka. E ki lokalen, e ki shtëpinë, e ki kerrin çka. Po normal vizioni. Gjithë kohën, domethënë Valoni gjithë ka pas vizionin me bo brand botror, edhe në Prizren e ki pas atëherë, tash ka ndryshu, po atëherë e ki pas nashta kapacitet të limitume, po du me thonë, staf se ki pas mjaftshëm. Nuk e ki pas njerëz që din punën, kështu që u dash patjetër marrë në Prishtinë, këto është një vendi ma frekuentuar, ki klientë prej gjithka, prej Kongos. Që kam mësu edhe Prizrenin, mas atë në 10 vite, po atëherë supon që ashtu. Ke mendu me hjek dorë të ndonjëherë? Normal, biznesi, po menoj çdo kush që ka një biznes edhe që ka investu shumë qatë biznes, e din që ka ato lows dhe highs. Do me thonë... Ngritje dhe zbritje. Po, najherë vjen një kohë që po thoki, po dosh zona, s'po moj mo. Po shoqër kena vullnetin, a din që mos mu dorëzu, edhe gjithë menojmë hajtë se bëhet ma mirë, po nuk shkon kur qështu ose veç kështu. Biznesi gjithë i ka qështu, se anat është gjithmonë lidhën me rrezik, do me thonë, çdo ditë mundet me ndryshu diçka, ose mbrenda stafit, ose në platformë rrjetet sociale, ose mundet me ndodh diçka edhe mundet me ra puna, për shembull, pastaj nuk e pret, nesër më vjen një klient, adin t'i hap syt për shembull, është interesuar me bleme shumit. Gjatë pandemisë kemi pas adin kriza, kemi pas nështë kohë kur kena thonë a kthehemi në Prizren, çka bëjmë, ama jo, kur s'ukon opcioni mu dorëzu. Ne kom thonë edhe Valonit nështë ma përpara unë shkoj në Zvicër, kthena në Zvicër, adin e bëj krejt tjetër çka, kështu që kom 2 diploma, pa punë nuk mes, po adin mu këthoj në Prizren edhe veç mu me majt një shitore bazike jo. Nuk dorëzohet. Jo. Çka i thu vetet në këto momente ku ke qenë ti e kesh dorë, peshuja ashtu dhe. Ke fol me veten ose fol me veten, se njerëz që kanë sukses një që janë sipërmarrëse, kogja me hapësirë të madhe, peshuja ashtu, folin pak me veten, ndoshta nuk i edhe i nati pak, ku e di. Normal, foli me veten, po foli edhe mas shumë ti me Valonin, se na tash dy jena në këtë biznes. Çka ke mësu pe Valonin? Çka ka thonë? Bon me diçka gjatë... Valoni zemrën e ka tepër të madh. Edhe Valoni ka diçka mirë që kur nuk menon keq për kërkon hiç. Edhe ka qef çdo njeri me pa mirë, edhe që aty nashta adin pak edhe
bashkohen kështu Shpirtat. po tona edhe qatë sen gjithë po thot domethënë mos u dorëzo, hajt pres se mos tani në botë ma mirë, hajt se ka me kalu, hajt të senet janë kalu se ki me kesh, mas një javë doket si kur gjo, mos e bo adin të madhe, mos e merr nga zemrës, nështë për veti sikletave të shumë, ama nuk shprehet, veç për mos me sikletave dhe mu, dhe në qysh, mas shumë ti po bisedoj me Valonin, normal, najherë edhe ai ka kështu faza kur thot, ja, definitivisht po muj mos e dhezet, po ne duna me qëtësu, najherë unë e kam ato fazat e mija. Normal që duhet me njajt gati njëni tjetrit se është kogja vështirë. Pra, kjo është që mas një burri apo një gruaje të sukses shumë pikërisht qëndron në krah bashkëshortja ose bashkëshort. Patjetër, po, patjetër që po se duhet me nejt gati një biznes ose një punë të tillë, lyp investim, domethënë me pare, investim me energji, dush me kushtu shumë energji. Domethënë na Valoni del në ora 8:30 në punë, me të deri 7:30 gati në lokal deri sa mshelet. Unë dal në 10 deri 6 puna fëmijëve, po pa punu nuk shkon, nuk hec edhe ti tu punu lodhesh edhe normal që duhesh me pas mirë kuptim prej partnerit edhe përkrahje. Përrek, qysh e përmene pjesën me Valonin, në Messenger, qysh fillove me ta? Qatë ta murë shpirtin gjithmonë? Okej, shumë thjesht. Nise, ka edhe një histori tjetër, do më thonë gjyshi i Valonit, mu më ka pa kur kom pas 13 vjetë. Jam kun shumë e vogël, unë në një mahal jena në Prizren, do më thonë Kojshi në fakt. Po në Valonin kurse kam pasa, a i gjithë të ostu në Turqi, me babën e vetë, me dajen, edhe nese kish pa gjyshi, edhe kish thonë gjyshit tem, sa vjetë ka, kjo mbesa jote, se po më pëlqen për nipin tem. Edhe unë e veç të po, jo, nësë du më martu, edhe shumë heret, unë e kom e kry fakultet, a ne i kënej, nese. Edhe kish thonë Valoni ka thonë, jo, shumë e vogël, kjo ala me proteza, edhe në letritet pak. Edhe masani, kur kom bo 16 vjetë, na jena shpesh në Kosovë, 3 herë në vetë gati, mami jem gjithë ka pas qef me na pru sa ma shpesh që me mësu, adin kulturën edhe gjithë shka që mos me deviju, ose mos mu largu adin shumë prej kulturës këto, edhe kur jo mardh atëherë 16 jena kun Dokofest në Prizren, edhe për para gjithë i kanë që qikën e tezës, që kjo djali tezës, po adem po dënë me full me ty, anë kur s'janë afru vetë. E Valoni veç kur ka ardhë ding, u ullë në tavolin të na, veç metëm të këqyrë që ka po ndodhë, edhe tha, unë jam Valoni, që shto që, kom qef me më njoftu me ty, e shu që të mija, adem u dhezën me të me këthu i le qohët, adem zbanë me na pa dikosh, thash haj bre se s'ka lidhje, edhe që aty jena njoftu. Masane, normal kemi ndru numrat edhe më qajke non-stop mesajët, ku je ma e ambla e botës, edhe në gjithë qatë fjallë non-stop, ama se nuk është që e kom këthy, të i rivon, masane jom këthy në Berlin, në Gjermani, veç kur ka ardhë një buket me trëndafila, kështu në shpe. Unë e kesh me mamin në market, kur na ka thirë babi, hajde një shpe, se ka ardhë dishka, aj nervos, ish skuq, të plas, të më thonë, se ka qela zarfën, se ka ditë prej kon, edhe ardhëm shpe, nise, unë të udri, thash kush ka qullure, qka qyshte, që po ndodh, veç kër e kom qelë zarfen edhe e kom lytzu, edhe në shkujke prej Valonit, babi, veç u shliru, tha, oshe që, tha, tash duesh me thirë dhe me falendëru, thash, okej. E thira, tha, nëse së më kishe këthy, sot, nëse nuk më kishe falendëru, kur nuk kishe shkrujt mo, edhe prej qatë her masane, folëm, edhe kur jo marrë në Kosovë, kena dalë, edhe masani jena feju, mas fakultetit jena martu, qështu. Do mos u dërzuaj? Jo, Valoni nuk dërzohet letë, kur... Benek, për gjitha ata që nga shikojnë fakt, qka ke mësu prej dashurisë? Qka dashuria për Benekin? Qka duhet në mrena dashurisë? Pa dyshim, sakrificë, besim? Për kushtim, respekt, njëherë. Respekt është seni i parë. Ka gjithmonë arsye për mu bu nervos me dikan ose mu përla, po është të më thonë shumë e rëndësi me ditë kur mu tërhek, se njëherë nëse nuk i respekt për partnerin tonë, atëherë kur gjoheq, nuk ka vlerë. Se ti, dashnia normal
në fillim qysh është, masani ka faza të ndryshme në jetë, atë sem po dihet, si në fillim nuk metet kur, se masani veç obligimet po shtohen mas martesës, kur vim fëmijët, do më thonë e ki fokusin njëherë të fëmijët, derisa po rritën pak. Masani prapë e ki një fazë kur njoftohesh me partnerin tonë për din prej fillimit, janë faza të ndryshme, edhe është mirë me ditë me shiju çdo fazë edhe me pas mirë kuptim. Normal, çdo çift e ka krizat edhe problemet e veta atë sem po dihet, po ato me mujt që ato konflikte me zveti, me zgjedh, pas e me bot madhe, atë sen është shumë mirë. Unë po menoj me Valonin, nashta pse pikërisht jena kom vetë, këto, ose jena vetë s'kena kërkon, do më thonë për problemet e mia kërkosh kur s'ka ditë sen, vetë me Valonin e kemi zgjedh, në rregull nashta s'kemi fol 2-3 ditë, këto në punë nashta e kanë marrë vesh që diçka energjia s'është mirë mes këtëve, ama po në përgjithësi nuk e di që kom botë madhe najherë, ose që kom thirë mamin ose babin me thonë, kom probleme, adin anë i knese, mes qiftit zgjidhen problemet, adin vete dhe duhet... Kjo është e bukur në fakt, mbi të gjitha keni pas komunikim. Po, që ajo është tani kryesor. Benek, bash nervoz? One? Po, najherë. Po, di më bu nervoz, po, qysh jo, ama nuk është letë me më qitë prej taktit. Une që kom të losëm nashta është me përsërit vetën, nëse, ose për shambull, unë e di Valonin, ose Valonin çka pengon, edhe çka skudzoj me bo, se e di që zezët bëhet nervoz, edhe nuk e bëj. Pik. Njëjtën sen prese edhe unë prej këtij. Edhe prej tjerëve. Për shembull, unë kam rregullat e mia, unë kam principet e mia, mos kaloni çat kofi. Unë jam e mirë, po deri diku. E kur nervozona masani vezna, edhe po normal që të sona prapë se po nuk ndodh shpesh. Je lëndu? Po, ato se në ndodhen, najherë të shprohësh, najherë jep shumë dashni, jep shumë vëmendje, investon në dikën, adin pa marrë parasysh, edhe normal nëse nuk e merr njëjtin dashni, normal që mundesh me u lëndu, po najherë po thëmë edhe varet edhe prej rrethit ose prej njerit, që po thu komunikimi është gjithçka. Nëse në qatë moment, nështë atë mungon komunikimi, ti mundesh me prish shumë sene pa nevoj. Shumë ma letë është mu sqaru, me bisedu, me fol haptas, mu bo sinqert, sepse, qysh thash, adin, tu majtë mrenda senet, nështë edhe njeri krijon najherë një skenario që nuk është e vërtet, adin edhe veç bëm vetën nervos edhe pa nevoj. Kështu që ma mirë është me fol, me diskutu gjithçka me njerëz, po normal jeta është e tillë, s'mundesh me kalu jetën pas lëndime ose... Beson mas ty me lëndime, beson në kuptimin e fjalës, ju beson njerëzve tash ma vështirë apo ma lehtë? Po, atësen është që hu pak besimin tek njerëz, e hu pak, ose distancohesh automatikisht, tërheqësh, atë ne bën një hap mrapa, menon, nalesh, çka kam bo, që muj me bo ma mirë që mos me ndodh edhe një herë. Normal që... Kur jem të besimi, beson në Zot? Po, elhamdulillah, po. Nuk lutesh në të kuptim mes teje dhe Zotit ndonjëherë kur je vetë? Po, çdo natë para se me flejt. Po, lus për shëndetin e prindve, fëmijëve, shëndetin e Valonit, që kjo është normal baza për mu. Unë e tutna Zotit, unë e përmenoj që Zotit edhe sheh gjithçka dhe çka do që bën mirë, një ditë ka me të kthy 2 fish ma mirë. Kështu që që ata përmenoj duhet mu bo veç mirë. Benek, e përmene edhe vajzët, në fakt. Je nane mirë? Shpresoj. Normal nashta është pak biznesi që ose puna veç që najherë mes deri në vonë, edhe masani nina fajtore, po ka dite që dalë ma herët për shembull, edhe po thëm prapë shoqër që kam biznesin tem, që muj me caktu vetone kur dalë, kur hi në punë, sepse fëmija kanë koncert në shkollë, adin muj me shku shlirë,
me qenë prezent, ajo ka shumë rëndësi. Piano, ato koncertet gara që e kanë, muj me qu vetë, muj me qenë prezent, unë po munona shumë. Po normal, gjithë po menoj që kurs nuk mjafton, sepse fëmija lyp vëmendje, unë po shoh 3 fëmijë tash me mosha të ndryshme, e kanë kërkesa të ndryshme. Edhe veç kur po rrim mas punës, Lioni ka shumë çka me kallëzu, se ai është më i vogël tash, automatikisht unë dëgjoj një herë çka po thot Lioni, masani qikat, po thonë ti veç po mirësh me Lionin, kthena prapë te qikat, me detyrat, me shkollë, unë po munohna me përthëku në të në antë edhe në krejtë senat, po normal. Cëla është aja rruga që ki dëshirë mi po fëmijë, në fakt? Ose diçka që i mëson fëmijë? Normal, një herë unë gjithë po thëmë pa marrë parasysh çfarë nota po merrni ju doni mu bo njerëz të mirë. Emocionalisht mu bo, domethënë karakter të fort me pas, me ditë me mbrojt vetëm, po mos me bo kërkujt keq, mu bo njeri mirë, edhe pastaj normal që kam qef ata me kry një shkollë për veti, se sidomos qikat duhen me ndërtu vetën. Mundën me pas support prej prindve, po edhe nëse nuk e kanë, qikat duhen gjithë qysh me ndërtu vetën njëherë me, domethënë edukatën, me shkollë, me fakultet, pastaj vinë ato senet tjera, pamje, ato senet, unë gjithë po thëmë, nështë koha e sotit është pak ma vështirë, se po menojnë që pamja fizike është shumë më rëndësi se këto senet tjera. Jo, mundet me konë femra ma bukër, po për hap gojen edhe çka me folë, s'din dy fjalë me lidh, nuk m'jep energji të mirë, atëherë kur gjohë këtë është. Atin edhe për që ato kom qef, fëmijët e mi me kry fakultetin, po në cilën drejtim kanë qef vetë. Normal, unë për veti kisha pas qef këtë brand, ata me vazhdu. Kishe pas dëshirë? Kom dëshirë normal, edhe valuni edhe one, sepse ka mundësi të ndryshme. Edhe nëse nuk dojnë më bo dizajner, ose s'din me skitsu, munden me hi për shembull administrat, si kontabilist, të financa. Atin ka sektore të ndryshme që na gjithmonë kena nevojë për njerëz tona, e pse mos me hin që atë drejtim. Kjo është fakt e bukur, duhet e përmene që vajzat sidomos duhet jenë të forta, në të kuptim. Benek, në fakt, gjithë kjo pjesë sipërmarrëse e kësaj gjatë jetës që e vazhdu e bënë një bisedë beksun e ti, çka të ka mësuar përgjithësi kjo pjesa e kësaj, pjesa e jetës, domthonë prej fillimit deri sot, ku ndalesh edhe thu, shoqër që si më dorëzu kur. Gjithë kjo ka qenë mësim për mua, se domthonë çka të ka mësuar jeta prej moshës të vogël deri sot. Jeta mu më ka mësuar mos me dalë prej vetës, domethënë me majt një vijë edhe me punu shumë. Nëse punon shumë, ti kime arrit gjithë qysh. Nëse nuk e arrin, për shembull, për një kohë që e dëshiron vetë, është okej, veç mos mu dorëzu, ka dale. Unë e thash edhe biznesin që kemi, ose jemi të majt, kur nuk shkon gradualisht të rrit, ose shkon të rrit, bjen prap e ki ato zbritjet edhe rritjet që nuk varen prej teje. Po, ti nëse nuk dorëzohesh, kime pas sukses edhe kime pas enet mira, për shembull. Si qik ose si femën, shoqër që s'jam dorëzu kur, shoqër që i kom kry që ato shkollat, që ato diplomat, shoqër për vete e kom njëherë. Më kanë ndihmu për shembull shumë në sjellje, në edukat, senet bazike, çdo ditë për shembull, kur flas me punëtorët, kur flas me klientat, më mjafton kur krijoj një buzëqeshje të dikush, sepse po them shumë jetu më jep energji të mirë. Njerëz që nuk më njohen, që më shohin për herë parë, për shembull tash që kem koncert të Kajnë Muzikë në Tiranë, ka pas plot veta që nuk e njoh, kështu personalisht janë ofru, Beneki, Anikni, shumë po më jep energji të mirë, posto ma shpesh, unë veç unala, në këqirë, thash, okej, faleminderit shumë, atin, qëto senet normal, jeta më ka mësu. Ti është pozitive. Po, më konë sa ma pozitive, ma sa ne vinë edhe senet pozitive të ti. Është gjithmonë, domethënë, reflektimit e karakterit, reflektimit e personalitetit tonë.
Benek, në përmen energjin pozitive, në fakt, mendon që ka hupa energjia pozitive, pikim shpirtin ma shumë me urrëtie, jo me lule, jo me dashuri. Po, pak normal edhe koha ka ndryshu. Pse mendon që ka ndryshu? Pse ky reflektim i keq ndoshta mes njerëzve? Nuk po kemi dashuri qas. Nuk e di ndoshta njerëz po krahasohen shumë mes veti, çto rrjete sociale pak kanë indiku ndoshta o qyre sa shumë është ushetit, o qyre qysh po veshit, a din njerëz non stop ndoshta e shohin si gar, kush shëtitet ma shumë, kush nuk e di. Unë gjithë po shfrytëzoj çto platforma për sende të mira. Normal, unë postoj, kom qef me postu outfita, kom qef me postu kur ushtroj, kom qef me postu kur dal, mramje, se është jeta jem. Unë qysh jam që ashtu prezentona, normal është anaj moment kur jam shumë keq, nuk kom ku me qitë në i sen, po audienca jem e din kur s'është diçka në rregull, bene ki s'ka postu, automatikisht më shkru njëherë mami që ka ndodhë, adin, jo, i kalzoj që kom pas shumë punë, adin nuk mujta me postu kur gjo, po... Apo na vrasin rrjetet sociale njëve si njerëz? Në të kuptim, po e vrasin pjesën rrjetet së platformat online, edhe dashurin, edhe mirësin. Po, unë po thom shoqër në qatë kohë, kur jam konë e re, kur jam konë para fejesës, martesës, s'ka pas qëto sanat. Adin ko mujt me shiju rinin tem, ko mujt me shiju lidhjen tem. Normal që ditën e sotit edhe po shoh gjeneratat e reja nuk kanë ndjenjat më të njëjta, nuk e kanë nuk janë excited për shembull për sene kur po them hajde a po bëjmë po adem diçysh unë me 35 vjeç që kom, adem duna jam kam më shumë energji ose më shumë dashni ose më shumë shpreh më shumë ndjenja se dikush që është henas 22-23. Adem diçysh po më dhimen. Janë bod varun prej rrjeteve dhe paraqiten krejt ndryshe në Instagram, jetën normale janë krejt ndryshe. Është gjëna pak. A je e lumtur sot? Po. Qysh është e lumturinë sot? Për mu lumturia është nëse nuk i kam kërkon që është smut, shëqër Zotit, adin unë për vetë jam mirë, familjen e kam mirë, fëmijët e kam mirë, po muj me eduku fëmijët e mi, muj me nda ko për fëmijët e mi, muj me kalu ko me valonin, muj me shku ku kam qef une. Adin shëqër po punoj, po kam mundësit. Unë për veti jam e kompletume, adin kështu po nina mirë me jetën tem. Kjo është lumturia? Po, që kaq. Familja? Familja, dashnia, edhe normal puna, pa punë nuk ka kur gjumë. Bene, e përmen edhe kohën, po ta është orën në dorë. Qa koha për ty? Koha shumë e vlefshme, ditën e sotit. Unë po thëmë në e herë vajlonjet gjuna, nuk e di që shkoj koha sot. Me mujt me pas ma shumë orë, me kry ma shumë punë, me kalu ma shumë kohë me fëmi mas punës. Nuk po mdalin në e herë. Adin orë, s'po di që shë bo, vera ka ardhë, më thonë qëshorje, mu po mdo këtë viti risi, mu po më para 3 javë dhe qysh. Nuk e di, koha shumë e vlefshme. Adin ndryshon interesant, do më thonë mas 30-ve, po shkoj ka koha tu hecë ma shpejt, po thonë që mas 40-ve halja ma shpejt, nuk e di. Po munona edhe me punu shumë, po edhe me shiju kohën edhe jetën, njëtën kohë. Sa do që muj, mdel, për shambull, në weekend që mundemi me lidh, kom qef me shku me fmitika. Qfar do mundësi që del, kom qef me shiju jetën në të njëjtën kohë, edhe mos me pas veç mendjen të puna, se njëri pranohet. E përmen edhe gjyshin. Ka diçka që ke mësu prej gjyshit? Veç e di që nëse kish mujt me më pa ajsat, ish kon shumë krenar. Sepse normal e kam jo martu në Prizren, edhe gjithë ka pas, normal, një familje që jeton në Gjermani, gjithë e ka që atutën që fëmit mos po martohen me... Ndikon që ka dojë jashtë rrugës. Po, jo, se mos është nëjë Gjerman, nëjë sen. Adin gjithë e kom pas që ato
prej mamit, aman lutem këtyre le të jetë adin shqiptar, po plus i Prizrenit, adin e di që i shkon shumë krenar që bashkë me qatë partnerin e Prizrenit e kom ndërtu një biznes, edhe kom bo 3 fëmijë edhe jam të rrit 3 fëmijë në Kosovë, se ai gjithë ka pas andër me kësy këto në Kosovë. Edhe diqysh prej atina na ka mece, veç për punë ka shku, nuk ka shku për me mece gjithmonë, po jeta. Adin qysh është, më thane, jam shumë krenare që kom mujtë me realizu andrën e këti. Andrën e ti, sa bukur, në fakt. Sot ke edhe në jashtë vendit, ki shitje jashtë vendit. Aja shitja e parë, në fakt, qysh ka qenë? Po, unë e kalzova që unë e kom qelë Instagramin e Valunës, edhe atëherë veç unë jam konë që kom kësim mesajet edhe që jam marë me shitjen online. Dhe ke shumë interesant veç kur u lajmru një klient prej Amerikës. Prej Amerikës? Po, edhe përësia e parë prej Amerikës u marë adin qëfar gëzimi u konë edhe na kër e kemi pas web faqen atëherë në 2015, kërkush s'ka pas web faqe, bile e thëshin për çka po ju vynë. Po problemi u konë që pagesën s'kan mujtë atëherë për shkak Kosovës, edhe me kry për mes web faqes edhe u dasht me ndimu për mes WhatsAppit, po normal u konë një moment shumë wow, prej Kosovës përshet një produkt që ki me qu në Amerikë, atëherë me gjithë kontakte, qysh me lidh punë me DHL, që për bajnë shpërndahjen me post, edhe shumë e maj mend, e di edhe me emër cili klient, u konë kështë që ke momenti i lumëturisë. Qysh e mon men edhe kostën sa ka kushtu? Po, krejt, se vetë jo marë. Sa ka qenë kostëja? E parë, më bletë? 800 euro. 800 euro. Në fakt, kjo është e bukur për shkak se prej 800 euro, se prej zero, sot keni arrit me postën këtë farë showroom-i. Tash sot shesim në 78 shtetet e botës. Çdo ditë kemi eksport për Amerikë. Për Amerikë. Po, do më thonë vitin e kalum jena zgjedh si eksportues më të mirë në vend. Po, për tekstil. Tekstil. Kështu nuk kam qef me përmend se në kështu po është mirë pse jo. Sa vendet shtetet të përmende? 78. 78. Po. Sa punëtori keni zot? 110 krejt. 110 punëtori. Sa bukur. Prej 5 punëtorëve 110 punëtorë. Edhe ato mbrana 6-7 viteve, po? 10. 10 viteve. 2014 jena vendosë në Prishtinë, atëherë kemi nisë, që 2025, ka të 11 vite. Bene, ka diçka risi prej Valone Fashion Group që ja vlen të përmendet, apo nuk kemi diçka? Risi? Të nashë risi ka shdo të të Aja dhije, të reja. Jo, nuk e di, na e bëjmë punën me dashni, me Valone. Na e presim klientat me shumë dashni, me shumë pozitivitet. Klientat po njihen këto si në shtëpi vetën. Normal, ka raste që naj klient nuk del kënaqur, po varet edhe gjithmonë prej klientit, prej kërkesa. Tash prej 100 klientave, dikush duhet. Na me femra dihet është më vështirë, pastaj emocionet, nuset, e kanë stresin e vet, presionin mu dok sa ma bukur edhe sa ma mirë. Po munohem, në tëna anë po munohem me bo punën që është mas mirë. A është më vështirë të punësh me nuse, a më vështirë me artista? No comment. Jo, unë kom qef me punu me klienta ma shumë. Me klienta. E bukur. Kom qef me përshëndet artistat, kom qef me ndru 2-3 fjalë, ama unë jam definitivisht ma shumë për klienta, për njerës që po vinë për më bo gati për ditën më të veçantë jetës vetë, adena është matur, është fejes, është dorësëm. Ato janë emocionet e vërteta, adin janë sanet sinqerta, kështu që kur e provon një nusë vellën për herë parë, ose është në provë parë dhe e ka sytë në lotë, është momenti që nuk paguat me pare për shembull. Na krejt stafi emocionohemi që jemi prezent që aty, na dridhën durt edhe është sanet janë momentet e bukura që e shijojmë krejt. Së të ke fundit edhe klienti në fakt të vlerëson më shumë. Po. Ai të mbon gjallë, realisht. Po, qashtu. Bene, gjithmonë i pës mësaferët në fund, çka mësove për kësaj bisede? Ka qenë e mirë, apo e... Ke shumë e mirë, normal pjesën e familjes më ki prejkë në tel, atë sen nuk keshe përgatiton,
Po, tashmë njëherë kom e thirë mamin, kom e pyet ç'është është edhe kom e kallëzu për këtë pjesë. Kjo bisedë normal është mirë se po na rikujton për çka po luftojmë ose për çka po punojmë na çdo ditë edhe prap çka është më me rëndësi në jetë. A dhe është familja, dashnia, e çdo sene. Përrek, faleminderit në fakt që pranove me si në pjesë, unë ju më rrit në të kuptim këtë, për shkak ka 6 vite që ju një tek ku keni pas ato edhe këtu. Faleminderit shumë që pranove, të rujt Zoti bashkë me familja dhe me fëmijë. Faleminderit që më guxon për ftesën, ishte kënaqësi, shpresoj që ki kalu mirë edhe ti. Patjetër, faleminderit shumë Benek. Pra, shikues dashur, nga kjo bisedë bashkë me Benekin, një sipërmarrëse e suksesshme. Mësuam 2 gjëra kryesore. Ato janë familja dhe bashkëshorti, cilë kjo në përgjithësi me qëndru afër njëri tjetrit, kjo ju duhet. Pastaj të tjerat vinë, edhe gjithmonë e thëmë, ju ruajt Zoti çdo hap tjetës, mos u dorëzoni kurrë, të keni besim në Zotin, a ju duhet, pastaj edhe ajo qelë dyert gjithmonë. Kështu që ju ruajt Zoti. Edhe për haj bajramin e Benek se ka qenë e premte. Po, okej. Me fat bajrami krejtve, inshallah jeni gjithmonë të lumtur edhe keni shënetën edhe kaloni ditët e bukura bashkë me familjen. Shpresoj që s'ke hongër shumë tortët.